Atëherë sapo kemi përfunduar me njohjen e procedurës hedhjes së shortit dhe hedhjen e shortit në lidhje me turneun më të rëndësishëm që zhvillohet nga organizata ndërkombëtare e policisë në Shkodër, një turne botëror me pjesëmarrjen e 19 ekipeve që do zhvillohet nga data 4 deri më 8 qershor në Shkodër. Mas hedhjes së shortit, unë kam kënaqësinë që të ftoj presidentin e organizatës ndërkombëtare të policisë, zotin Skënder Doda, që thoj dy fjalë në lidhje me këtë event. Faleminderit. Sot për IPën botërore është një ditë e veçantë sepse, siç u tha, u hodh shorti dhe ky është një rezultat i punës disa mujore që IPA Section Albania ka zhvilluar duke pasur mbështetjen e pakursyer të drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, të drejtorisë policisë qarkut të vendore të Shkodrës, bashkinë e Shkodrës, klubi Vllaznia dhe shumë miq dhe shokë të cilët kanë kontribuar që ky aktivitet të zhvillohet në përmasat e një aktiviteti ndërkombëtar. Këtu është një ambient të cilin hodhëm shortin për të qenë transparent dhe urojmë që të kemi një spektakël të vlerave të mira të policisë të gjithë botës. Sa ekipe marrin pjesë në këtë? Në këtë aktivitet, siç u tha, marrin pjesë 19 ekipe të meshkujve dhe janë dhe 4 ekipe të femrave dhe do zhvillohet me datën 5 fillon aktiviteti, ndërsa me datën 4 është hapja dhe me datën 8 qershor. Për këtë do të zhvillohet në terrenin në stadiumin Loro Boriçi, ashtu dhe në fushat e afruara nga zoti Hysen Zmiani, i cili është një futbollist i njohur, dhe në kujtim dhe në respekt të shumë figurave të sportit të Shkodrës, sepse dihet që Shkodra është djepi i futbollit të Shqipërisë dhe nëse ka një ideator të kësaj, mua më duhet ta them publikisht, është zoti Ardian Zaganjori, i cili nisi këtë ide për të pasur një kampionat me 4 figurat kryesore të futbollit shkodran, por siç thonë Oreksi vjen duke ngrënë dhe Ardiani hodhi idenë për të zhvilluar një kampionat botëror dhe me punën e tij, me përkushtimin e vizionit të tij, themi që ne do ta realizojmë në mënyrë më të mirë. Si e kanë pritur pjesëmarrësit në zhvillimin, organizimin e këtij turneu në Shkodër? Është futbollin për herë të parë. Pjesëmarrësit, po ju them vetëm një fakt që Shkodra disa herë ka patur kontakt me drejtues policive të vendeve të ndryshme në kuadrin e IPës, kanë impresione të jashtëzakonshme dhe shpesh herë më njoftojnë duhet të sjell pamje, përgatitje serioze nga ekipet, sepse kuptohet misia është misi, por kur vjen puna për fush, luftohet fort me dinjitet që të marrin dhe kupën. Ka një impakt jashtëzakonshëm, sepse ne këtu presim një numër të madh pjesëmarrësish, të paktën deri tash me llogaritë janë mbi 500 vet, por mendo janë 500 misionar të turizmit në Shkodër, ka dhe anën tjetër sepse janë policë. Dhe siç e kam thënë, punojësit e policisë çdo vend të botës kanë një nuhatje për rendin, për sigurinë, për qetësinë dhe ata do të shkojnë në vendet e tyre do bëjmë promocion të Shkodrës dhe kam shumë besim që Shkodra, siç ka qenë gjithmonë e para, edhe në këtë do të shkëlqejë. Zoti Doda, përveç organizimit, përveç misionit të tyre, policët duhet të tregojnë që dinë luajnë në futboll? Nuk të kuptova, thuaj edhe lutem. Organizimi i këtij aktiviteti tregon që policët përveç misionit të tyre dinë luajnë në futboll? Patjetër, janë dinë luajnë futboll, ata që do luajnë janë mosha 3-ja. Pra nuk janë moshat vjetra, po janë moshat të të cilët do ruajnë dhe impresionet dhe ti je i sigurt që do të vinë sërish në Shkodër si futbollistë dhe si turistë. Kuptohet policia si strukturë është strukturë që ka moshën e re vitale, e ka më shumë në aktivitet dhe ne kemi punojës policie që luajnë futboll, luajnë dhe me ekipe, por edhe ekipet e huaja po kështu kanë lojtarë. Ne kemi parë dhe në aktivitetet tjera që mjaft punojës policie janë dhe pjesëtarë të ekipeve të futbollit në vende të ndryshme. Në aspektin personal, ju personalisht dhe familja Doda është shumë e njohur në Shqipëri si kampion të Shqipërisë dhe sportin e mundjes.
Për ju është një knasje dyfisht, edhe si ish kampioni i mundjes së Shqipërisë, Skënder Dota, dhe edhe kjo aktivitet sportiv që jeni në këtyre saj. Unë ju falenderoj, me të vërtet, ne kemi lidhje me sportin, unë kam zhvilluar mundjen në Shkodër, po jo gjithmonë nga fituar, se si Shekollaj Trifi Elias Gurin, për shembull, e tjerë, por me Shkodër kam eksperiencë, sepse bashkë me ju, zoti Gaspar dhe të tjerë, kemi kaluar një periudhë vështirë në vitin 1997 dhe është gjë e këndshme që vjen në një vend ku dikur kishim shumë probleme me rendin e sigurinë dhe tash Shkodra nuk diskuton këto probleme, por diskuton zhvillimin e turizmit që do të thotë qetësi, garanci për turistët dhe ne sot që ishim në takim në Bashkinë të Shkodrës, drejtorinë e policisë së Qarkut, i diskutuam këto probleme, ndërkohë ne duke ecur nëpër bulevard ndeshëm me mjaft grupe turistësh, të cilët po shëtisin është treguesi i lartë i qetësisë. Ka pretendime përfaqësuesja e Shqipërisë për të fituar trofe? Pretendimi, unë si ish sportist, po jo futbollist, pretendimi im është që të dalim sa më mirë. Rezultati teknik për mua s'po bën asnjë lloj problemi. Vëmendje madhe të ndeshja Shqipëri-Serbi me futbollin Po, vërtet, por edhe këtu një përballje Shqipëri-Serbi. Meqense shorti na hodhi përballë Serbisë, them që ndeshja do jetë shumë dinjitoze dhe ne do tregojmë vlerat si ne ashtu dhe ekipi serb, sepse edhe ato punojnë policie, dhe them që le të paraprim qetësisë dhe dinjitetit në ndeshjen e të ardhmen që do zhvillohet në qytet Tiranë. Në krahun tuaj të gjatë thatë keni një emër shumë të njohur, Ardian Zaganjori, i njohur në fushën e policisë, por edhe një ish drejtues, administrator i klubit futbollit Vllaznia, që ka përvojë me futbollin. Mund të jetë një plus me tepër për ju që përvoja e Zaganjorit të ndikojë tek organizimi. Me vite jam më i madh se Sara Zaganjori, por në fakt kam mësuar shumë nga ai për sa i përket masave, optimizmit për të ndërmarrë me të vërtet nismat të jashtëzakonshme. Unë isha skeptik, siç e thash, e kishim lënë që të bënim një kampionat ballkanik, por Ardiani nguli këmbë tha ta bëjmë botror tha. Edhe Ardiani si duket atë që e vendos e realizon. Dhe ndoshta së fundi, si do të jetë rendi, siguria në këtë aktivitet? Do të jetë siguri nga ana e rendit të policisë? No, kam besim, shko. Shkodra të paktën edhe në ditë vështira, në momente të caktuara, festa e rregulla, ka qenë gjithmonë korrekt. Unë nuk kam, ne kemi pas aktivitete edhe politike, edhe të tjera, dhe kemi pas probleme të kësaj natyre. Megjithatë, policia është krye detyrës, ne këtë konfirmim e morëm nga drejtori i policisë Qarku, zoti Fatmir Lleshi, i cili e vlerësoi seriozisht edhe në frymën që është nga ministria. Shpresojmë të mos ketë kartonat kuq në fushën e lojës për policët. Për kartonat e kuq, masi të flasi zoti Zaganjori për këtë punë,